Revista gjermane Petra shkruan për pikat turistike mesdhetare në shkrim thuhet se udhëtimi në Shqipëri është shumë më i lirë dhe një vend i mbushur me vizitor. Shqipëria është po aq e bukur sa Greqia, por shumë më lirë. Gjatë pikut të sezonit turistik, ka një numër të madh pushuesish, plazhet janë të mbipopulluara dhe çmimet rriten në mënyrë eksponenciale. Shqipëria me Bregdetin e saj të lë pa frym, plazhet e pacënuara dhe njerëzit mikpritës, Shqipëria ka fituar reputacionin si alternativë ndaj Greqisë. Riviera shqiptare 450 km përgjatë Bregdetit Jon dhe Adriatik. Këtu gjenden gjithçka që mund të dëshirojë një pushues: ujëra të kristalta, gjire të izoluara, shatra piktoreske dhe peizazhe mbreslëndse malore. Kryesisht rekomandohen të vizitohet vende si Ksamili, Dërmiu dhe Himara. Kjo perle vërtet është edhe ishulli i Sazanit, i cili për një kohë të gjatë ka qenë një zonë ushtarake e kufizuar. Shqipëria ofron çmime të përballueshme dhe qetësi për të gjithë. Në pamje të parë mund të mendoni se Shqipëria është Greqia e dytë. Gjashmëritë janë të dukshme, klima mesdhetare, peizazhi i larmishëm, historia e pasur dhe kuzhina e shijshme. Por nëse shikoni më afër, mund të shihni ndryshime delikate që e bëjnë Shqipërinë të veçantë. Avantazhi më i madh i Shqipërisë është padyshim çmimi. Krahasuar me Greqinë, akomodimi, ushqimi dhe aktivitetet janë dukshëm më të lira. Kjo do të thotë se ju mund të kaloni pushime ëndrash dhe me një buxhet të kufizuar. Një tjetër pikë plus është paqja dhe qetësia. Shqipëria nuk është ende mbipopulluar nga turistët. Ju mund të shijoni bukuritë e vendit në qetësi. Shqipëria nuk është një zëvendësuese drejt për drejt e Greqisë. Çdo vend ka identitetin, traditat dhe kulturën e vet. Megjithatë, Shqipëria ka një histori plot ngjarje, e cila pasqyrohet në vende dhe monumente të veçanta historike që ndodhen aty. Kuzhina shqiptare është një ndërthurje e ndikimeve mesdhetare dhe orientale, e ofron një shumëllojshmëri shijesh. Pra, nëse jeni në kërkim të një eksperiencë autentike dhe të paharrueshme pushimesh, duhet të vizitoni patjetër Shqipërinë. Këtu mund të zbuloni bukurinë e Ballkanit pa u përfshirë nga turmat e turistëve.